Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Hello and welcome back to LearnShip. I'm glad you are here for episode number 3 of our Albanian reading practice series. In today's lesson, we will read another very important text about why you should come to Albania this summer, or in Albanian, pse duhet të vini në Shqipëri këtë verë. Read the Albanian text first, then check the English translation, and don't forget to read the Albanian out loud to practice your pronunciation. Without further ado, let's begin. Nëse po kërkoni një destinacion të bukur, të përballueshëm dhe plot surpriza, Shqipëria është një zgjedhje e shkëlqyer për pushimet verore. Vendi ofron plazhe mahnice, male madhështore, qytete historike dhe një mikpritje që do t'ju bëj të ndiheni si në shtëpi. Bregdeti shqiptar është një nga thesaret më të mëdha të vendit. Nga plazhet me ujëra të kristalta në jug, deri te brigjet me rër në veri, çdo vizitor mund të gjejë një vend që i përshtatet shijeve të tij. Shumë plazhe janë ende të qeta dhe më pak të mbushura me turistë sesa destinacionet e tjera mesdhetare. Përveç detit, Shqipëria është e pasur edhe me histori dhe kulturë. Mund të vizitoni kala mesjetare, qytete të lashta dhe vende të mbrojtura nga UNESCO. Çdo rajon ka traditat, arkitekturën dhe historinë e tij, duke e bërë çdo udhëtim një përvojë të veçantë. Një tjetër arsye për të vizituar Shqipërinë është ushqimi. Kuzhina shqiptare kombinon shijet mesdhetare dhe ballkanike, me gatime të përgatitura shpesh nga përbërës të freskët vendas. Mos harroni të provoni byrekun, tavën e kosit, fërgesën dhe frutat e detit në zonat bregdetare. Shqipëria është gjithashtu një destinacion i përballueshëm, krahasuar me shumë vende të tjera evropiane
çmimet për hotelet, restorantet dhe aktivitetet janë më të ulëta. Kjo ju lejon të shijoni një pushim cilësor pa shpenzuar një shumë të madhe parash. Nëse ju pëlqen natyra dhe aventura, Shqipëria ka shumë për të ofruar. Mund të ecni në Alpet shqiptare, të eksploroni kanjone, ujvara dhe liqene, ose të bëni sporte ujore përgjatë Bregdetit. Ka aktivitete për çdo moshë dhe për çdo stil udhëtimi. Mbi të gjitha, ajo që shumë vizitorë mbajnë mend më shumë është mikpritja shqiptare. Shqiptarët njihen për bujarinë dhe dëshirën për t'i ndihmuar të tjerët. Nëse e vizitoni Shqipërinë këtë verë, ka shumë mundësi që të largoheni jo vetëm me fotografi të bukura, por edhe me miq të rinj dhe kujtime që do t'ju shoqërojnë për gjithë jetën. And now, as a conclusion, let's see some important words from the lesson, starting with affordable, I përballueshëm, hospitality, mikpritje, stunning, mahnitës, coastline, Bregdet, crystal clear waters, ujëra të kristalta, treasure, thesar, castle, kala, tradition, tradit, ingredient, përbërës, seafood, ushqime deti, price, çmim, waterfall, ujvar, memory, kujtim, generosity, bujari, and then 3 important verbs: to enjoy, të shijosh, to travel, të udhëtosh, and to leave, të largohesh.
Thank you for watching and do not forget, subscribe for more videos. See you in the next one.